pyetjen, unë vlerësoj çdo zë kundër Edi Ramës dhe në mbështetje të protestës. Unë rikujtoj këtu shqiptarët se një zgjidhje plotësisht e mundshme do t'ishte dhe është, në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës.